Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Të gjitha falënderimet, të gjitha lavdrimet I qofshin dhe I takojnë vetëm Allahut xhalla shanuhu. Salat dhe salamet qofshin mbi Muhammedin a.s. mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e trasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj jetësie. Xhamatlit nderuam, vëllezër musliman, motra muslimane të respektuara, të nderuara. Sonte do të flasim për historinë e Musait a.s., Harunit a.s. dhe mësimet që nxjerrim nga kjo histori. Në fakt apo me thonë të drejtën për Musain, birin e Imranit dhe vëllaun e tij Harunin, Allahu xhalla shanuhu ka përmendur një histori shumë të gjatë në Kur'anin e Kerim. Në shumë pjesë të Kur'anit, ndodhia e Musait a.s. është trajtuar apo është treguar në forma të ndryshme kuptimore, mirë po është tregu herë në mënyrë të zgjeruar, herë në mënyrë të shkurtuar, varësisht prej nevojave apo situatave që kanë qenë aktuale për me tregu pra një histori të tillë. Ndodhia e Musait a.s. është trajtuar me stile letrare shumë të ndryshme në Kur'anin e Kerim, pra nga ana e Allahut xhalla shanuhu. Nga historitë që tregohen në Kur'an, nuk ka ngjarje më madhore se ajo e Musait a.s. Kjo për faktin se Musai a.s. nga njëra anë I dha fund tiranisë së faraonit dhe ushtrisë të tij, dhe nga ana tjetër I kuroi, për atë kohë është fjala, me mund të madh veset e Beni Israilëve, sepse pas Musait prap I kanë shtu veset. Ai konsiderohet profeti më I madh I Beni Israilëve, ndërsa për legjislacion Musai a.s. e kishte Tevratin, që në realitet është një referencë e profetëve dhe dietarëve të Beni Israilëve, pra të gjithë ata pejgamber apo dietarë që kanë ardhur te Beni Israilët, pikë reference e kanë Tevratin. Ndërsa ndjekësit e tij, pra të Musait a.s. konsiderohen më të shumtit në numër pas ummetit të Muhamedit a.s. Tani, Musai a.s. lindi në një periudhë kur faraoni po e shtypte popullin e Beni Israilëve, duke vrarë çdo foshnjë mashkull tek Beni Israilët, nga njëra anë dhe nga ana tjetër duke I lënë gjallë vajzat e tyre, që kur të rriten të jenë në shërbim të faraonit dhe popullit të tij. Kur lindi Musai a.s., nëna e tij ishte e friksuar shumë, për arsye se faraoni kishte nxjerrur një vendim që çdo fëmijë I cili lind tek Beni Israilët I gjinisë mashkullore duhej të vritej. Dhe shtëpia e saj, pra e nënës së Musait, ndodhej në bregun e lumit Nil, dhe Allahu xhalla shanuhu e frymëzoi apo e mësoi që ta merr një ark apo një sanduk, dhe kur të friksohet se do t'i bëjnë dam apo do t'i bëjnë keq ushtarët e faraonit Musait a.s. si foshnje, ta vendos në ark dhe ta lën
në breg të lumit Nil. Kështu e përshkruan edhe në Kur'an i Kerim, Allahu xhalla shanu në kapitullin Al-Qasas ajeti 7, ku thot: jepi gji atij dhe kur të trembësh për sigurinë e tij, hidhe në lum pa pasur frikë dhe as dëshpërim, me siguri që ne do ta kthejmë ty atë dhe do ta bëjmë të dërguar. Një ditë kur e la arkën në lum, litari që e mbante lidhur arkën u zgjidh dhe ajo arka me gjithë Musajin si foshnje vazhdoi që të lundroj nëpërmjet lumit Nil. Dhe ishte caktimi i Zotit që Musaja alsam të binte në duart e familjes së faraonit dhe pikërisht në duart e gruas së tij Asijës. Dhe kur e morën, me njëherë dashnia që e kishte Asija për fëmijët, në këtë rast ju shtu edhe më shumë kur e pa Musajin a.s. sepse kjo ishte sebeb nga ona Allahu xhalla shanu për ta pranuar në pallatin e tyre, dhe e mori Asija. Mirë po faraoni ishte që e kundërshtonte një gjë të tillë. Asija e arsyetoi vendimin apo dëshirën për ta ndalë Musajin a.s. në pallat, ashtu që e përshkruan edhe Kur'ani në kapitullin Al-Qasas ajeti 9. Allahu xhalla shanu tregon fjalët e Asijës, thot: ky djalë është gëzim për mua dhe për ty, pra i thot faraonit. Prandaj mos e vrisni, sepse mund të jetë i dobishëm ose mund ta birësoj. Dhe ky arsyetim i pëlqej faraonit dhe vendosi për me ndalë në pallat. Por nëna e Musajit u trondit shumë, zemra e saj u bë si të ishte zbrazët dhe për pak sa e humbi durimin. Edhe pak, Allahu xhalla shanu tregon, edhe pak dhe çdo gjë do të zbulohej, sikur të mos ja kishin forcuar në zemrën që të bëj besimtare e vërtet. Ajo i tha motrës së Musajit: shko pas ti, pra e ka porosit vajzën e vet apo motrën e Musajit, nona e Musajit, për me shku me e shiku se ku është në dur të kujt ka ra Musaja a.s. Dhe kur e shikon se ka ra në duart e gruas së faraonit dhe se e vëren që Musaja a.s. nga etja që nuk ishte pirë një kohë të gjatë, çante më të madhe, dhe asnjë dhënie nuk ju përshtat Musajit a.s. që të thith dhe ta shuaj etjen. Kjo motra e Musajit a.s. u ofrua dhe ja u dhënë një propozim dhe ju tha: a doni t'ju gjeni një familje e cila do të kujdeset për të duke e edukuar me kujdes. Pra, kapitullin Al-Qasas ajeti 12 dhe 13. Motra e Musajit a.s. pra shkoi gjerë në pallat para në sy. Aty e mësoi për bebën e gjetur, e pa nga larg, edhe gjoi zërin dhe të qarat, dhe ju ofrua mbretreshës dhe i tha: madhëri, unë një dikë që ka shumë të mirë, ndoshta ajo mund të kujdeset për këtë fëmijë. Dhe Asija, pra mbretresha, bashkëshortja e faraonit, thot: në qoftë se ti gjen dikë që të mund të kujdeset për këtë fëmijë,
të premtoj se do të shpërblej shumë mirë. Do të të plotësoj çfarë do dëshire që ti të kesh. Vajza shkoi në shtëpi, mori nonën e sajna, faktikisht që i bie dhe nona e Musait dhe e dërgoi në pallat. Në momentin kur e merr nona e Musait foshën edhe i jep gjinj, me njëherë Musa qetësohet dhe fillon të pi qumsht. Mbretëresha u gëzua shumë dhe i tha: merreni ju lutem këtë fëmijë, le të rri me ju për sa kohë ka nevojë për qumësht, dhe unë do t'ju paguaj shumë mirë për këtë. Pra Allahu xhaleshanuhu i dërgoi sebepet, i dërgoi shkaqet që Musai të shpëton nga ai vendimi që i kishte marrë faraoni për të mbytur gjithë të posalindurit meshkuj tek Ben Israilet, e boni sebep që të futet në pallatin e faraonit, dhe në të njëjtën kohë e bëri sebep që Musai a.s. prapti kthehet nënës së tij në mënyrë që ajo ta shuaj mallin dhe mos të likështohet apo mos të kaloj në pesimizëm. Dhe me kalimin e kohës, kur Musai a.s. nuk ishte nevojë që të ushqej me qumshin e xhirit, atëherë Ema ja dorëzoi prap Asijes. Dhe tash tutje Musai a.s. filloi që të rritej në pallatin e faraonit. Një ditë kishte dalë nga pallati dhe duke shëtitur në rrugë, e shef një Ben Israil i cili ishte duke u grindur me një banor venali të Egjiptit, që ata atyre ju thot koptët e Egjiptit, pra janë vendasit, ata banorët autokton të Egjiptit. Dhe e vëren se ky kopti i Egjiptit ishte i fuqishëm, ndërsa ky Ben Israili ishte një me shtat të dobët, një thatanik. Dhe kur ju afrohet aty, me një goditje e rrëzon koptin, Musa a.s. dhe në qosht të rrugës bie i vdekur. Dhe Musa a.s. bot marak shumë, friksohet, dhe se pendohet e Allahu xhaleshanuhu, dhe Allahu xhaleshanuhu ja pranon pendimin. Dhe kështu duke u fshehur atë natë, të nesërmën prap e varen të njëjtin Ben Israil, i cili prap ishte duke u grindur me një tjetër kopt të Egjiptit. Dhe me këtë rast, Musa a.s. e vëren dhe drejtohet prap drejt aty në dyve të cilët kanë qenë duke u grindur, dhe kësaj radhe dëshiron që të mirët me Beni Israilin, që ta mush men njëherë e mirë, që ai mos grindet në atë mënyrë. Mirë po kur e ka për gjokë si Musa a.s. ai Beni Israili friksohet, edhe i thot: çdo apo do të kryesh prapë ndonjë krim, do të më mbytësh sikur e mbyte dje koptin e pafajshëm. Dhe me këtë rast, me Musa a.s. me lëshon, ndërsa mirët vesh se vrasësi i koptit egjiptian i një ditë më herët ishte pra zbuluese ishte Musa a.s. Dhe ky kopti i cili shpëtoi në herën e dytë, shkon tek faraoni, pra në pallatin e faraonit, dhe i tregon se vrasësi i koptit të djeshëm, të ditës së djeshme, ishte Musa. Dhe faraoni më nxit që e priste këtë rast, sepse prej fillimi deri në mbarim ai ishte për mos me e lënë gjallë Musën a.s. qysh kur ishte fushnjë. Ndërkohë Musa
Vendosi të fshihej në një vend të sigurt jashtë qytetit dhe nuk i tregoi askujt, përveç se një miku të tij të ngushtë, i cili vazhdimisht i dërgonte lajme se çfarë nuk e ndodh dhe e furnizonte me ushqime dhe me pije. Mirë po, në një ditë prej ditëve, ky miku i vet i thot Musa, o Musa, kanë përgatitur gjithçka për të gjetur, kanë frikë për ty. Po të gjetën të zhdukin me njëherë, largohu me njëherë nga Egjipti, veç që kështu mund të jesh i sigurt. Musa nuk e zgjati shumë, por dëgjoi mikun e vet dhe vendosi që të largohej. Mirë po u lut, o Zot, shpëton nga e keqja e mizorëve dhe e kriminalëve. Musa a.s. doli në shkretëtir dhe kishte vendosur që të largohej nga Egjipti dhe ishte drejtuar drejt Medjenit. Musa a.s. nuk u ndal askund gjatë rrugës nga frika se mos po e kapin ushtarët e faraonit, ishte i lodhur, ishte i pa ushqyer, ishte i uritur, i etur, ishte i raskapitur dhe më në fund i pa murët e qytetit të Medjenit dhe ul për të pushuar pranë një pusit ku barit ishin duke u dhënë deleve të tyre ujë. Po në mesin e tyre i pa dy vajza, të cilat nuk mundnin që ta kryejnë punën ashtu siç duhet. Nuk mund të e mbledhin kopen. Barinët e tjerë, të cilët ishin gjithë meshkuj, i kryen punën e tyre dhe e mbulun me një gur të madh pusin për ta mbrojtur nga helmimet e kështu me radhë. Dhe Musa a.s. Shprehu gatishmëri për me ju ndihmu atë në dy vajzave. Dhe njëra vajzë e vëreti habin e Musa a.s. dhe po i thot, babai ynë është shumë i moshuar dhe nuk i lejon shëndetit të dalë me neve në kullosa. Vëllezër nuk kemi, prandaj jemi vetëm. Musa a.s. më thot, më lejoni të bëj unë punën tuaj për sot. Po u jap unë ujë deleve tuaja. Dhe Musa a.s. ishte i fuqishëm dhe e largon atë gurin që ishte i mbuluar pusi apo bunore, siç që themi ne, ju dha deleve ujë, e mbuloi prap dhe vajzat u habitën nga fuqia të cilën e kishte. Vajzat shkuan dhe e njoftuan babain e tyre se kush i kishte ndihmuar, sepse babai i tyre i pyeti se si keni kalu, pastaj ato i treguan ngjarjen se si ka ndodhur. Dhe e porositi vajzat dhe tha shkoni te ai dhe i thoni se të kërkon babai ynë. Tha babai i urt, duhet ta shpërblej për punën që ka bërë. Dhe kur vajza e vogël shkon ku i kishte lënë Musa a.s. Dhe i tregon se çfarë kishte thonë babai i tyre, Musa a.s. shprehet, thot unë këtë nuk e kam bë as për nam, as për para, as për kurrë, po ishte këmbgulse vajza se duhet patjetër që të shkonte në shtëpinë e tyre, sepse kështu e kërkonte babai i tyre. Dhe Musa a.s. Vazhdoi duke ecë ky përpara, vajza mbrapa, vetëm se i tha më trego rrugën ka t'ja mbaj. Me majtas djathas drejt, domethënë me sinjalistik në fund të shprehurit. Kur u shy Musa a.s. dhe erdhi momenti për me u ngrit, me vazhdu, me ikë prej atyt, njëra prej vajzave i tha babait të saj. Tha, o baba, ti ke kërku dikant të fortë dhe besnik, ja ku e ke rastin që ta ndalësh
për të punuar Musait. Babai i saj, i cili ishte Shuaib a.s. Pra ishte Shuaib a.s. I thot, ku e din ti se është i fort? Vajza i tha, e pam kur e largoi gurin e madh, një gur që e largoi vetëm, ndërsa atë gur pa 10 persona nuk mund të largohej. E largoi dhe vendosi prapë. Pastaj e pyeti se ku e din që është besnik. Tha se gjatë ardhjes për në shtëpi, eci para meje dhe nuk eci pas meje. Pra kjo është besnikëri, sepse nuk dëshiroj që të më shikoj apo që të bje në provokime. Atëherë, Shuaibi u kthyer nga Musa që po bëj gati të dilte dhe i tha, Musa, kam një propozim për ty. Në qoftë se rri këtu bashkë ndihmë si ynë, për 8 vjet do të martoj me njërën prej vajzave të mia. Po, në qoftë se rrin 10 vjet, kjo tregon mirësinë e bujarinë tënde. Mirë po, unë nuk dua të mbaj të lidhur. Ti e di vetë, por as mirësia, as bujaria ime nuk ka për të munguar. Musait a.s. i buzëqeshi Nuri, i buzëqeshi fytyra, dhe ky propozim ishte i mirëseardhur dhe e mirëpriti Musait a.s. Kështu që Shuaib a.s. e martoi Musait a.s. me vajzën e dytë, pra vajzën e vogël, dhe kështu shpejt kaluan 10 vite. 10 vite kaluan shpejt dhe koha e ndarjes erdhi. Musai a.s. bashkë me bashortin e tij dhe familjen e tij u bën gati dhe vazhduan për të shkuar në Egjipt. Gjatë rrugës, një natë shumë e errët, ditë e muajve të dimrit, kishte ftohtë në shkretëtir, filluan që të ecin pa orientim, dhe me një moment Musai a.s. thot familjes që të ndërpresin udhëtimin, të ndalen për të pushuar, edhe duke vërtetuar, duke shikuar në horizont, Musa a.s. e pa një dritë dhe mendoi se është zjarr. Dhe zakonisht aty ku kishte zjarre, kishte edhe njerëz të tjerë, ku shpresonte Musa a.s. se do të gjenë njerëz me ku do të qëndrojnë apo edhe do të udhëzojnë për udhën në vazhdim. Pastaj Musa a.s. vazhdoi drejt atij zjarri. Mirë po ku shkoi aty pa një diçka tjetër. E pa një fuqi mbinatyrore, ku një zë këmbues shpërtheu në midis të natës dhe tha, Allahu Zoti i botëve, më i larti i të lartëve është larg prej çdo të mete dhe pronar i vetëm i mrekullive pafund. Këto ishin fjalët e Musait a.s. Kur u afrua aty, papritur, qielli dhe toka nisën të dridheshin me një forcë të papame. Ishte Allahu xhalla xhelaluhu, krijuesi i qiellit dhe i tokës, ai që fliste. Sepse në Kur'an e kemi ku Allahu xhalla xhelaluhu thot wa kalima Musa taklima. Wa kalima Allahu Musa taklima. Dhe Allahu i foli Musait me fjalë. Pra, komunikim i drejt për drejt. Dhe i tha, Musa urdhëro, mezi tha me zë të dridhur, të mekur. Unë jam Zoti yt, po unë besoj, je Zoti im. Gjendesh në tokën e shenjtë të luginës tua, hiqi këpucët. Duke u përkullur me nderim të thellë, Musa hoqi këpucët dhe vazhdon komunikimi, ty të kam zgjedhur profetin tim. Pra Allahu xhalla shanuhu tash po ja komunikon shpallën, po i dërgon se je i zgjedhur.
dhe po jep argumentet që ky me të vërtet është pejgamber. Ndër ato argumente i thot Musës a.s. çfarë ke atë që e mban në dorë, çfarë është? Allahu xhaleshan e din se është i gjithdijshëm, mirë po do të me komuniku për me shliru nga ai preokupim që e hasi Musa a.s. me të folurin e Allahut për herë të parë. Musa a.s. më thotë kjo është shkopi im në të cilin bëhem ose më kryen ndonjë shërbim gjatë rrugës e kështu me radhë. Atëherë Allahu xhaleshan mu i thotë lëshoj shkopin. Musa e lëshon dhe trembët me të madhe sepse shkopi fillon të lëvizë dhe shndrohet në një gjarë për tepër të madh. Pastaj Allahu xhaleshanu i thot kape, mirë po ky friksohet, thot Allahu xhaleshanu, nuk i nevojë mu friksu se jenë në prezencë me mua. Mos u tremb Musa, profetët nuk kanë frikë. Afro sërish dhe qetësohu, je i sigurt në praninë time. Dhe Musa a.s. afrohet me këtë rast Allahu xhaleshanu i thot kape, e urdhëron Zoti dhe mos ki frikë, do ta kthejmë atë në gjendjen e mëparshme. Musa a.s. me të prekur me dorë gjarpin kthehet prapë në shkopin e tij. Pastaj i thot Allahu xhaleshanu tani fute dorën në gjoksin tënd o Musa. Do të shohësh një tjetër mrekulli. Kur të nxjerrësh prap, ajo do të jetë e shëndritshme. Pra do të bën dora, kur ta nxjerrësh do të bën dora dritë. Musa a.s. vërkoi kështu dhe e pa që kur nxorri dorën nga gjoksi që i kishte fut, i bot numra, apo i bot dritë. Dhe këto ishin pra dy argumentet me të cilat Allahu xhaleshanu e përgatiti për me sfidu diçka në të ardhmen. Dhe i thot që tani ti duhesh të shkosh te faraoni dhe duhet t'ja prezantosh fen e Allahut dhe duhet që ta thrasësh me besu Allahun xhaleshanu vetëm, sepse ai e konsideron të vetën si Zot. Por Musa a.s. e kërkoi nga Allahu xhaleshanu që shoqërues apo ndihmtar t'ja jep vëllaun e tij Harunin. Haruni i cili ishte ende duke jetuar në Egjipt me banorët, pra me Beni Israilit. Dhe Allahu xhaleshanu ja plotson një kërkesë të tillë. Dhe vazhdon Musa a.s. me familjen e tij drejt Egjiptit, shkon në te Haruni, takohet me ta me vëllain e tij. Më pastaj shkojnë te faraoni dhe ja prezantojnë dinin e Allahut xhaleshanu. E thrasin me besu vetëm një Zot. Ai sigurisht që shqetësohet, fillimisht fillon që ti duke i thonë faraoni Musa a.s. se ti i rrit në pallatin tim, nuk i konsiderat, në fjalë të tilla. Mirë po, përfundimisht Musa a.s. vendosin që ta sfidojnë njëri tjetrin Musa a.s. dhe si kundërshtar të tina të gjithë magjistarët që ishin në atë kohë. Dhe Musa a.s. kërkesa e tij ishte që të dalin në një shesh ku ka që të bëhet njoftimi, të tubohen sa më shumë njerëz dhe pra në sheshin kryesor të Egjiptit të asaj kohe. Dhe me këtë rast faraoni pranon dhe para se të bëhet një gjë e tillë, faraoni kërkon që t'ja ndërtojnë një përshkallë të larta deri në qiell për me shku e me u taku me Zotin e Musait, pra një logjik shumë e dobët
nga ana e atij zullumçari. Sa po kishte marrë vesh se Musa ishte profet, Asia e kishte besuar me njëherë. Ajo e kishte mbrojtur gjithmonë Musajnë para faraonit, por kësaj radhe nuk kishte qenë as pak e lehtë. Me njerë faraoni i kishte hedhur një në birus të burgut dhe e kishte torturuar keq Asien. Asa një ditë Asia ju lutë Zotit me gjithë shpirt: o Zoti im, të lutem, bëj një shtëpi për mua në xhennetin tënd, ku të jem e mbrojtur nga mizuria e faraonit. Zoti e pranoi këtë lutje të sinqertë të Asis dhe shpejt ajo dha shpirt. Dhe sipas haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, na bëhet e ditur se Asia do të jetë banore e xhenetit. Me të ardhur dita e shënuar, të cilën ishin marrë vesh për të sfidu forcat, atëherë u mbledhën të gjithë magjistarët dhe Musa a.s. me Harunin a.s. dolën në shesh, vendosën se kush të i gjuj litarët. Musa a.s. tha magjistarëve që gjuani jo, fillimisht litarët e juaj, dhe kur i gjujtën ata shndruan në gjarprinj. Pastaj Musa a.s. e hodhi shkopin e tina, i cili u shndruan në një gjarpër edhe më të madh dhe i gëlltiti të gjithë gjarprinjt e tjerë. Pastaj Musa a.s. argumentin tjetër për me demonstru profetësina për pejgamberllëkun e tina, e futi dorën në gjokst, kur e nxorri, dora doli e shëndrishme, pra me një lloj të dritës. Dhe me këtë rast magjistarët e lanë faraonin dhe filluan që ta besojnë Zotin e Musait dhe të Harunit. Kështu edhe thuhet: ne e besojmë me gjithë shpirt Zotin e Musait dhe të Harunit, Zotin e vërtet të gjithësisë. Faraoni u nervozu shumë, pra u turbua se si ju po më leni mua ndërsa po e besoni Zotin e Musait edhe të Harunit. Në ndërkohë, Musa a.s. kërkoi nga faraoni që popullin e tij, Ben Israel, ta liron nga Egjipti dhe të vazhdojnë rrugën për në tokën e shenjtë të premtuar. Por fillimisht nuk i lejoi faraonit. Mirë po, shpesh herë ju ndodhin gjëra të papritura banorëve të Egjiptit. Dhe të gjitha këto u komentuan për shkak të maltretimit që janë duke u bërë Beni Israeleve, Musait dhe Harunit. Dhe pastaj faraoni vendosi që të liron, të vap leje që të shpërngulen nga aty, pra nga Egjipti. Dhe kur vendosën me u shpërngul gjatë rrugtimit, pasi që u afruan Ben Israel, Musa, Haruni dhe Ben Israelit pranë bregut të detit të Kuq, u kujtua faraoni dhe këshilltarët e tina se kush do t'ju shërben tash tutje. Dhe lindi një problem tjetër, se kush do të ju shërben. Dhe vendosën që të shkojnë pas tyre për të i kthyer. Dhe kur erdhën në momentin që ishin para detit të Kuq, Musa, Haruni dhe Ben Israelit, në onën mbrapa e panë faraonin me ushtrinë e tij. Atëherë u friksuan shumë, mirë po Allahu xhaleshanu i tha Musait: godite detin me shkop, dhe Musai godet detin me shkop, dhe kështu që hapet një rrugë ku ngritet uji lart, hapet rruga deri në tokë.
Fillon Musa dhe Haruni të parat, vazhdojnë Ben Israelet, pra populli tyre, mbrapa, dhe e kalojnë detin e Kush, dalin në bregun tjetër. Dhe faraoni me ushtrinë e tina ju nisën mbrapa tyne dhe hynë në të njëjtën rrugë të cilën Allahu xhaleshanuhu e kishte hapur për Musajn a.s., Harunën a.s. dhe për Beni Israelit. Mirë po, me të hyrë faraoni dhe ushtria e tina, kur faraoni ishte gati në dalje dhe ushtari i fundit veç kishte hyrë në atë rrugë, atëherë Allahu xhaleshanuhu e banë për mbytjen e tyre, i mbytë dhe me këtë rast faraoni thot: o Zot, edhe unë besoj Zotin e Musait dhe të Harunit, mirë po Allahu xhaleshanuhu nuk ja pranon në atë moment pendimin, sepse shpirti ka mrinë në gara, pra këtu gati se i ka dalë. Kështu që Allahu xhaleshanuhu e bëri trupin e faraonit që pas mira vite më vonë dalgët e nxorën në breg trupin e faraonit. Ramsusi të dytë, si argument të asajna që Allahu xhaleshanuhu e ka treguar në Kur'anin e Kerim se atë e ka përmbyt dhe njerëzia nuk e kanë besu që e ka përmbyt, por pas mira viteve kur e nxjerr Allahu xhaleshanuhu trupin e tina në bregdet, vërtetohet që edhe kjo histori, se nuk është histori e trilluar që Allahu xhaleshanuhu ja ka treguar Muhamedit Arzam, mirë po është një histori shumë e vërtetë. Disa dobi dhe mësime që i përfitojmë nga kjo histori. Këtë histori mësojmë butësinë dhe mëshirën e Zotit ndaj nënës së Musait, kur e frymëzoi në atë mënyrë me të cilën e shpëtoi djalin e saj. Allahu e ktheu Musait tek nëna e tij, duke i dhënë strehën e përcaktimit, sepse ishte caktimi i Allahut xhaleshanuhu që të shpëtonte Musait nga vendimi që kishte marrë faraoni për mbytjen e gjitha foshnjeve meshkuj të lindur te Ben Israelit. Faktet e Zotit dhe ajo që pësuan popujt e mëhershëm duhet të na shërbejnë si mësim. Besimtarët përmes këtyre fakteve duhet të ndriçohen, duhet të kthjellen, duhet të mendojnë pak më ndryshe, sepse Allahu i tregon të ndodhi që të përfitohemi ne, siç thot në Kur'anin Fisnik, ne do të tregojmë ty pjesë nga historia e Musait me faraonin, ashtu siç ka qenë me të vërtetë për njerëzit që besojnë. Pastaj mësim tjetër na del se Allahu kur dëshiron të ndodhë diçka, i përgatit shkaqet dhe i sjell ato gradualisht dhe jo që të gjitha në të njëjtën kohë. Prandaj në Kur'anin e Kerim Allahu dhul xhelal thot: "Fattakhadha sababa", pasoni shkaqet, merrni sebepet, pra mos i anashkaloni ato. Një popull të shtypur, edhe nëse arrin kulmin e dobësisë, nuk duhet ta mposht dembelizmi dhe neglizhenca. Mirë po, duhet të jenë vazhdimisht të vullnetshëm që një ditë do të përfundojnë ato padrejtësi të cilat bëhen ndaj atij populli. Një popull i cili qëndron i poshtëruar dhe i përulur dhe nuk i kërkon të drejtat që i takojnë, nuk do të ketë perspektivë në ruajtjen e fesë, por as në ruajtjen e shtetit, e të kombit apo të mirave në këtë botë. Frika e natyrshme nga krijesat nuk bie ndesh me imanin, besimin, dhe as nuk e cënon atë, siç i ndodhi nënës së Musait, me frikën që ajo pati për djalin e saj, apo edhe vetë Musait me gjërat të cilat u ballafaqua. Imani forcohet dhe dobësohet. Këtë e themi duke u bazuar në fjalën e Allahut, ku thotë që të bëhej besimtare e vërtetë.
El Qasas ajeti 10. Qëllimi i imanit, besimit në këtë ajet është shtimi i tij dhe shtimi i qetësisë me të. Njeriu edhe nëse e di dhe është i bindur se caktimi dhe paracaktimi i Zotit është i vërtet dhe se premtimi i Allahut ka për të ndodhur patjetër, nuk duhet të neglizhoj shkaqet që sjellin ndryshimin. Pra, fettakhadha sababa, pasoni shkaqet, merrni sebepet. Vrasja jo besimtarit që është në besë të dikujt apo në mbrojtjen e dikujt nuk është e lejuar. Musa a.s. u pendua për vrasjen e koptit egjiptian dhe kërkoi falje tek Allahu xhaleshanuhu dhe kështu që Allahu i pranoi pendimin. Ai që vret njerëz padrejtisht konsiderohet kryeneq dhe prishës i rregullit të tokës, edhe nëse pretendon se me këtë synon thjesht të terrorizoj apo mendon se është duke përmirësuar mendimet e tina mund të jenë të tilla, që nuk i lejohet në asnjë mënyrë derisa t'i kthehet legjislacionit dhe të shoh rastet kur i lejohet diçka e tillë. Njeriu kur friksohet nga vrasja apo dëmtimi i padrejtë që mund të i kanoset në vendin ku jeton, është mirë që të largohet pra nga problematikat e shumta që mund të sjellin fatalitete, pra të largohet për momentin nga vendngjarja, sepse koha thuhet i shëron plagat. Nëse është e nevojshme që të kryhet njëra prej dy të këqijave, atëherë duhet të zgjedhet ajo e keqja që dëmet janë më të pakta dhe të veprohet me të. Ne lutim Allahun xhaleshanuhu që këto mësime nga historia e Musait a.s. dhe Harunit a.s. sigurisht shumë në pika të shkurta, sepse e thamë edhe në fillim që kjo është një histori e gjallë që ka treguar Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin e Kerim. Prandaj edhe Musai konsiderohet prej pejgamberëve të vendosur, cilët kanë qenë me vendosshmëri të lartë, është njëri ndër 5 ulul azmit. Po megjithatë ne lutim Allahun xhaleshanuhu që sadopak të na sjellin freski në mendimet tona, në vendimet tona, në qëndrimet tona dhe t'i marrim parasysh shkaqet, sepse është edhe urdhër pranor, dhe këto mësime të cilat nxirren nga kjo histori t'i vendosim në praktikën tonë në mënyrë që mos bimi në graskat e atyre popujve të mëhershëm të cilët Allahu xhaleshanuhu i ka ndëshkuar apo dhe i ka zhduk. Kështu që ne lutim Allahun xhaleshanuhu që këto të jenë mësime të dobishme për ne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.